Bina Halitin. Albin, shumë kracive të pritë studio. Këtë herë si misafire. Faleminderit për kohën. Më falë që të nëzërëm prej obligimeve të ditës, rahatoju, por shumë e nevojshme që në këtë të hënë të 13 tetorit, që Kosovën e ka gjetë pas një procesi që unë e mora primatin kështu me thonë të suksesshëm, me që nuk janë raportu për incidente, edhe po komplimentohemi shumë për mënyrën se si i mbajmë ato. Fillimisht, a je qlodh? Edhe këto momente kur po flasim, jam duke i shiku linqin në KQZ kush so dhe si kam fitu, tashmë jemi në fazën e fundit të gjithë këtij procese, natyrisht që është ka qenë shumë i lodhshëm si procesi punës, por që njëjtën kohë duke punu t'jep energji të re. Duke nisë prej dje, në halos kemi pushu kështu mjaftueshëm, sot e kemi nisë ditën shumë herët, pavarësisht që mbrëm kemi qenë në transmetim live deri në orën 00, deri në momentin kur edhe KQZ-ja i ka mbyll gjitha rezultatet dhe padyshim që ka qenë një punë e madhe e gjithë kolegëve, edhe në teren, edhe këtu në studio, edhe gjithë konë tjetër. Kështu që Blerhuna ndërhymë, sepse... Lodhja po thu s'ka kalu akoma, po besoj dita e sotme t'ka gjetë me një emocion tjetër, është një farë ndjesie, besoj edhe krenaris, por edhe kur e din që kjo lodhja ja ka vlet bara qëron, sepse kemi bo diferencën në gjithë transmitimin maratonik prej 6 të mëngjesit. Natyrisht, sot që në mëngjes, ne kemi mbajt një takim me Leartin, drejtuesin e debatit politik, edhe drejtuesin e informacionit, edhe me kolegët të tjerë, edhe natyrisht për te i modestis, kemi arrit të bëjmë diferencën, përfshirë edhe përfatësimin e kandidatëve të kryetarëve të komunave, tek emisioni Kontekst, po ashtu dhe te kolegu të Harisi, prej orës 22:30, kanë qenë shlirë mundë me thonë, sepse unë e bëj edhe një monitorim kështu të gjithë debateve, emisionet, se qëfar në fakt ata janë duke raportu dhe si po raportojnë për tema, po ashtu dhe tëftuar musafirë se kë i kanë, shpesher edhe në mënyrë që të mos përsëritjemi me tëftuar, por që kemi pos gjithë përfshirën më të madhe të gjithë. Gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kanë pas mundësi të ndëgjojnë të gjithë kandidatët për kryetarët komunav. Nuk e kemi bërë diferencën, sikur një subjekt politik që ka pasur primatin ose ka qenë pretendenti kryesor për të fituar komunën, po ashtu si një kandidat tjetër i pavarur, ndoshta që ka marrë shumë pak vota, ne kemi trajtu të gjithë të barabartë. I kemi trajtu ashtu siç e thot edhe ligji për media, po ashtu edhe siç e kemi vlerësuar, sepse qytetari duhet të ndëgjojë të gjithë. Dhe ata janë ata të cilët vendosin. Ne kemi bërë diferencën edhe për shkak të raportimit të drejtë, kemi tentu që mos të marrim anë. Mediat, televizionet nuk mund të marrin anë, nuk mund të marrin qëndrime, nuk duhet ta luajmë rolin e tifos. Ne jemi këtu për të raportu, natyrisht për të vërtetën, për gjitha mundësi që na ofrojnë, por që asnjëherë të luajmë rolin e tifozit politik në shta. Me që përmende edhe fushatën, ajo sigurisht zyrtarisht është 30 ditë, po unë edhe me aqë sa të shonë në bazë aditore, kjo ka njësë për ty shumë më herët nga gjithë ajo ana logistike, përgatitjes e mbledhjes informacioneve, pastaj kontaktit të tyre, ndarja e barabartë të cilën po e thua dhe ti. Sa kohë përpara është filluar puna drejt pasurimit dhe mbulimit më të mirë të fushatës? Nga momenti kur i kemi përfundu zgjedhjet për Kuvend të Kosovës, i kemi parë këtë sagën e madhe që është zhvillu në Kuvend çdo 48 orë dhe mandej zhvillime tjera politike, ne kemi mendu për zgjedhje lokale, sepse zgjedhje lokale është ditë në cilin muaj do të mbahen, sepse ka qenë afat ligjor i përfundimit të mandatit të kryetarëve aktual dhe kemi nisë të hulumtojmë se çfarë tema në fakt duhet të rrohem në debat dhe çfarë tema janë në interes të qytetarëve. Natyrisht që nëpër komuna ndryshon fokusi, jo si kurse në ato në qëndrore, nëse në qëndrore nga ka interesu gjithë dialogu politik, pjesa veriore, siguria tjerë. Adin që gjatë mbledhjes së të dhënave në për komuna, bashkë me mu ka qenë edhe një ekip tjetër që na ka ndihmu për hulumtimin e të dhënav, ka pas raste, ka pas fshatra që ende nuk janë shumë largë prej qendrës së qytetit dhe nuk kanë pas as ujësjellës.
nuk kam pas as gjonat elementare të jetës. S'kam pas qerë dhe gratë kanë qenë të detyruara që të mos vazhdojnë punën për shkak që i kam pas shkollat shumë largë, qerë dhe publike s'ka pas, po ashtu as private, sepse private janë vetëm në qendrat të mëdha, për qendrat më të vogla s'ka qerë dhe private, do thotë kanë qenë shumë probleme bazike. Pikërisht ne kemi vendosur që me nis debatin edhe me i thirrë në përgjithësi kryetarët aktual, edhe ata të cilët synojnë të marrin primatin ato komuna që t'japin zgjidhje për problemet esenciale, për çato që ballafaqohemi çdo ditë. Për shikuesit, ata e shohin se çka ndodh brenda një debati politik në këtë rast te konteksti, por për ty si producente, cila është pjesa më sfiduese ose cila ka qenë, nëse i referuemi gjithmonë në 30 ditëshit të fushatës zgjedhore, cila ka qenë ajo pjesa më sfiduese për ty për ta ndërtu edhe për ta bo gati një debat deri në transmetim? Pjesa më sfiduese natyrisht që ka qenë mundësia dhe bindja me i bind kandidatët të gjithë partive. A janë gjithmonë të qasshëm, këtë ta kemi, se ti thret edhe për hapësirën që e ka, po dikush nuk e do, asat hapësirë. Pikërisht edhe të gjithmonë e kanë atë tendencën e tyre që mund është me favorizu një kandidat potencial që është më i fort në aspekt politik ose të vota, por procesi më sfidus ka qenë që me i bind se nëse ju vini në emision, ju do të keni hapësirën e njëjtë të gjithë dhe do të trajtoni në mënyrë të barabartë. Nuk është se ne kemi preferenca, natyrisht se unë nga Prishtina, nga Fushë Kosova, nuk mund të vendosi për dikën në Kamenic, edhe mos prit që kemë me marrë anë, pavarësisht preferenca ndoshta ndonjëherë tona që kem pas dëshirë, kam qef kështu me pa dikën kryetar komuna, po kur asnjëherë nuk mënyra profesionale, trajtimi në mënyrë të barabartë dhe profesional, ka qenë që kjo prandaj edhe në ardhë gjithë kandidatët për kryetar të komunave, kem pas disa që nuk kanë shku as në debatet e tjera, për arsye dhe qëllimet të tyre, por që kjo është pjesa më sfiduse. Kur e merr e thret një kandidat për kryetar të komunës, edhe ndoshta ai ka qenë i treti në garë. Edhe e ka frikën e madhe të ballafaqimit me dy kundër kandidat të tjerë, mandej e ka frikën e ballafaqimit që është emisioni live. Ne për gjatë gjithë fushatës mund të them vetëm 2 herë kemi xhiruar emisione, në vazhdimsi kemi qenë live pikërisht për mënyrën dhe idenë e transparencës, që duhet me po qytetarët e mos me mendu që kandidatët ne nëse xhirojmë mund edhe ka hapësirë që t'ja prejmë fjalimin, t'i shkurtojmë fjalët e tyre, të nxjerrëm diçka prej kontekstit, por që asnjëherë nuk ka qenë kjo, që kjo ka qenë është ma sfiduese që unë shpesh i kam thonë kështu lart i kam garantu, edhe im hy pavarësisht asaj që po ti prap duhesh me fol në që të gjuhë me ta, në mënyrë që ti me i bind, që kanë me u trajtu fair, normal që trajtu në fair, por që ata e dojnë një siguri, e ka një kështu domosdoshmërisht një fjalë të dhënë që am garanton. Nga njerë detyrohesh edhe me i fol kështu shqiptar që m'ja dhon besën që s'ka menduar kjo. Një kandidat më tha, am garanton ti që unë kur dalë prej debatit ka me fitu vota prej që ati debatit. Tash, ajo kur ti e me në shumë sfiduse, thash, unë të garantoj që qaq këna me donë hapësirë në emision që ti kemi i binë qytetarët, banorët e tu, edhe kanë me të votu. Edhe, tha pret 5 minuta dhe po të rasë. As 2 minuta s'ka shku dhe më ka thirë, po, tha vi, aty jam sanke. Okej, do më dhe ka reflektu. Po, ndoj kënaqër, natyrisht për shkak të A të më kushtoj shumë nëse të pës për, me qenë se këta kandidat, shumica prej tyre nuk janë tëftuar për herë të parë, nuk është që, sidomos në ATV, ose edhe në kontekst, vinë për herë të parë, janë figura politike të cilat për shkak të viteve të gjata, kryon edhe raporte me ta. A ka dikush që mund të cilësoni ma korektin në aspekt me mediat, me ATV-n, edhe dikëm më problematikun? Pa dushim që do të rezervohem në këtë, për shkak që do të vazhdoj prapë që të jem producente e kontekstit edhe të mos flasë kështu me emra të përveçëm, por që shumica prej tyre janë, po disa nuk menoj që
ende nuk janë të vëdishëm për përgjësim politike edhe publiket që e kanë tek qytetarët, sepse ata kanë me marrjen e pozitës, qoftë deputet, minister, bashkë me të e marrjen edhe një veshën e një përgjësi tjetër të paraqitjes në media. Ata mënyra e vetme e komunikimi me qytetarë përjashtoi kohën e fushatës kur çdo ditë i shohum në terren është pikërisht mediat, janë televizioni vazhdon ta ketë rëndësinë e vet, edhe duhet ta bartë këtë prestigj që e ka televizioni, por që janë disa njerëz të cilët për një me shumë i vlerësojnë në mënyrën se si më përgjigje në telefon, nuk ka rëndësi në qëfar kohë i thra, sepse emisioni natyrisht është vonë, po të më duhet diçka ta konfirmoj, sepse ndodhë që gjatë emisionit, gjatë debatit, përmendët emri një politikani, edhe në mënyrë që mos me vazhdu tutje, unë e thras të njëjtin në telefon, po asnjëherë nuk e qes para aktit krym, kështu me lidh live, e pys, a është të vërtet, kë po thot kështu, edhe nëse ju jeni të gatshëm, mund t'ja jap hapësirën edhe të lidheni live edhe të flisni. Me shumë qef liron do të flisja, definitivisht për një me, po e di që mandej kjo pak ka me më kushtu kështu, po që subjektet politike këtu madh vjetra në shta janë pak... Okej, ta marim në një form tjetër, pra, a ka kalu dikush limitin ose vijën e komunikimit korrekt dhe profesional nga ajo që ti i ke dhënë, pra ti e qasur në një form krejt korrekte, krejt profesionale, dhe dikush mund ta ketë kalu këtë limit? Po, natyrisht, ka pas, domos në fushatën e fundit, në këtu zgjedhje lokale, seriozisht, nështë nuk ka reflektu tek njerëzit, por kanë qenë të tensionume. Ka pas kandidat, përfshirë edhe, jo vetëm kandidat, kanë pas edhe njerëz të cilët vinë si shoqërues të kandidatëve, kur nuk është se kom kalu mas mirë të mbotë me ta. Natyrisht unë e mbroj punën ta, me mbroj institucionin, e mbroj kredibilitetin e emisionit, po ashtu edhe figurën e Leartit, sepse e di se si dhe sa me vështërsi bëhet, dhe asë njerë kur me qëllime, ka pas kandidat dhe shoqërues të kandidatëve të cilët kanë ardhur në regji edhe më kanë akuzuar për anshmëri. Por që natyrisht se s'kom hesht, kam tentu në mënyrë më të mirë, në mënyrë më profesionale, t'ja u spjegoj, t'ja u sqaroj se si është edhe për çka është kjo mundësi, pse është bërë veprimi caktuar, por që nuk kanë dashur të binden sepse ata e shohin veç e shohin veç subjektin e tyre politik, nuk i shohin të tjerët. Nëse i ke dhënë hapësirë një kandidatit më shumë, nështë 2 minuta, u zhdosht me u përgjigj, nuk është që ne kemi favorizu, sidomos kandidatët që kanë qenë kryetarë të komunave, zhdosht me ju dhënë nështë pak më shumë hapësirë për shkak me ju përgjigj, pos pyetjeve të Leartit me ju përgjigj edhe të ftuarve të tjerë. Por natyrisht që tash përtej asaj, unë nuk njem kështu si njeri qetë, edhe pse munduam që me u rezervu, edhe ja kom kthy në mënyrën se si e ka kërku, edhe mandej e ka pas rast kur një kandidat për kryetar komune ka ardhur dhe ka thonë, unë s'flas me ty, unë kam punë me Leartin, ti si e për këtë punë. Edhe veç tash tentuva me marrë, me konsiderat, tash, po keni të drejt, po adin tu tentu me u qaru, jo, tha, ty nuk të veti, ti si e për këtë punë. Edhe mandej këm thonë, jo, unë e pytëm, unë vetëm, edhe ti nuk mund është asë në studio me hy, me folë me Leartin. Ti duhesh me folë s'pari me mu. Unë po tentona, me ndonë që kjo vjen si pasojë asaj që të shohin grua edhe me njëherë ta minimizojnë rëndësinë edhe peshën tënde? A ka ndodhur kjo? A ke të dukshme në sytë e tyne ose në qasjen e tyne, duke qenë se është një debat me peshë dhe shumica prej atyre që vinë janë burra? Vjen keq me e thonë edhe me pranu, po nëse se flasim nuk e thojmë, atëherë bëhet standard, bëhet norm, po është, vleron shumë vështirë është, sepse krejt janë kryesisht burra ata që, jo me dëshirë, është, me shumë atë qef i kësha bo një balans, por gratë janë, ka mungesë të grave në debate politike, natyrisht po, janë burrat, edhe kur e shet që një deputet, një minister, një zëvendës minister, po tenton me ta nashkalu për shkak gjinis, natyrisht se të vjenë rënë, dhe në thu, qka unë që jam në qëtë pozit, po balafaqimi grave me rastet të tjera. Do të thotë, vazhdojnë që tjetë kjo
tjetë arene burra politika, debatet politike. Unë e di që producentet edhe kolegët e mija të debateve politike gjitha janë gra, producentet e debateve kryesore janë gra. Pra pa gjithë të debateve qëndrojnë gra të forta, të suksesshme që marrin edhe kritikat të tilla, edhe besa nga njëherë edhe kërcënime të cilave as ti nuk ju ke shpëtu, dhe në ekran dalin burrat. Pikërisht, që kjo është e keqe, sepse unë them që burra duhet me folë për gratë. Jo gratë për veti, normal, kuptohet, mund të flasë dhe duhet të flasën edhe gratë për gratë. Po gratë nga kush janë duke u cenu, është linqimi që u vjen grave pas debateve publike, pas deklaratav të tyre, janë shumë të shpeshta. Mandej, unë që flasë në vazhdimisht edhe gjithmonë, kështu e kam i tham lartit, shumë burra lartë në debat, adhe po s'po gjejmë, s'po ka, dhe më thonë, ka pas raste, sigurisht që po, ka pas raste, kom tentu, kom full, kom pas edhe në të kaluarën gratë që kanë qenë të përfshira direkt në debat, nuk po kanë vështërsi që të përballën me edhe i kuptoj. Vërtet i kuptoj sepse kur e thuni deklarat, s'ka lidhje për cilin politikan që ai është burr, edhe hynë në rrjetet sociale e i sheh gjatë ato fyrje, sharje, ofendime. Natyrisht që nuk duhet nuk arsitohet kjo tërheqja, duhet të ballafaqohemi me to, duhet që të përballemi dhe mos të ndalemi me kaq, nëse më shoh dikush gati çdo ditë më vijnë mesazhe në Facebook edhe në rrjetet e mia sociale që prej më të ndryshmeve që nuk jam unë për këtë punë. Kanë ardhur mesazhe edhe numrin tënd personal, Albin. Një gjë për të cilën ka reaguar edhe AGK-ja duke të mbrojtur, duke reaguar në fakt për cënimin që të është po të privatësisë tënde, duke u shpërndarë numri nga një prej shefit e kabineteve të njerëz komun. Çka ka ndodhur? Pra, deri ku kanë shku këto kërcënime që i ke marrë? Natyrisht, edhe tash prandaj po kthehem prapë kur thom, kur e sheh që prej një figure publike dhe politike ti bosh cak i sulmeve që ka pret prej të tjerëve. Ata duke qenë të vetëdijshëm që publikimi i numrit tim personal është shkelje direkte, flagrante e privatësisë, edhe prap e bëjnë, sepse nuk menoj që ata se kanë ditë, po e kanë bërë me qëllim, me tendencë. Edhe mandej po, më kanë ardhur mesazhe të ndryshme, thirrje të ndryshme, kërcënuese, por që nuk është që natyrisht kam tentuar që me urujt, por kom pas mirë kuptimin të jashtëzakonshëm edhe prej familjes edhe për këtë rast. Kom menaxhuar shumë mirë, kom hjek numrin diku 24 orë dhe mandej garant kam vazhduar me thirr edhe kam pas që nuk është funksional, ka qenë eufori, fushat, edhe njerëzit tash kur e sheh që po i rrezikohet fitoria, apo i rrezikohet pushteti në nivel lokal, mendon që e ka fajin dikush në Prishtinë. Sigurisht që unë e kom bërë punën ta më të mirë të mundshme, i kom dhënë hapësirë, ju kom përshtat, mendoj që është përgjësia jemja që me qenë shumë korrekt, po ashtu edhe Leartin ka mbështet për këtë, i ka shumë keq se që njerëzit e shohin Leartin, por komunikimin e kanë direkt me mua, mandej e kanë shumë të lehtë edhe qasjen. Me që po flasim për Leartin këtu në fund, të pis pak për bashkëpunimin me të, edhe gjithë përvojën në tënde me të, në situata prej më të ndryshmeve të cilat veç disa edhe i falëm. Ta theksojmë që është një program debatus politik që i pe drejt për drejt dhe mundësit për të papritura janë për herë aty gati. Kështu që si ja delni me i menaxhu, si është bashkëpunimi mes teje dhe Leartit? Është viti i 5 që unë bashkëpunoj me Leartin, po në të njëjtën pozit unë dhe Learti si moderator, autor i emisionit, definitivisht është bashkëpunimi jashtëzakonshëm. Shpesh e vlerësoj shumë edhe i tham Leartit për mënyrën se si ma ka dhënë krejt hapësirën, edhe unë beson shumë. Do të thonë, Learti është një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë, sepse pjesën më të madhe ditës unë e kaloj në zyrë, edhe kaloj në punë, edhe komunikimin e kam direkt me të. Learti është një prej njerëzve të rrallë, nështë ta mundë me them të epërorve, që vërtet të mirë kupton, edhe nështë ta për nëjsen për ndonjë ngjarje shumë banale, të beson, të mirë kupton. Unë kur i them Leartit për diçka që u kone pa mundur me arrit, veç nuk bën pyetje shtetë, sepse e din që
i kom shtirë gjitha mundësit, edhe veç nuk ka funksionu. Mandej Larti edhe e merë shumë të mirëqenj edhe anën time emocionale, edhe profesionale, edhe familjare, edhe gjithë qka tjetër. Dhe thot, shpesh them që është shumë e fatë që një e prorë si Larti është në televizion, është në media. Sepse për me situata dhe gjendja në mediave në Kosovë, për gratë nuk është hiq e letë. Unë kam punu në disa televizionet e tjera, kam punu edhe në media të shkruara, edhe vërtet hiq nuk është e letë. Ne si gazetare hezitojmë të flasim për problemet tona, ama problemet janë shumë më të mëdha se sa që duken. Sa prej medjave, sa prej udhëheceve të portalit pronarëve i ki gra. Nuk ka shumë pak. Udhëhece prore të larta në media nuk është se ka shumë. Dhe më thonë, ne vazhdimisht thiremi edhe bëjmë thire që të ketë sa ma shumë prezencë të grave edhe në media dhe gjithë kënd tjetër, por mediat janë ato të cilat shpesher hezitojnë t'ju dhajnë përgjësi grave. Duhet që t'ju kryohet hapësira, sepse menoj që gratë, që kishme thane Dirama, e në dëgjua deklaratën e ti, duhet ta pranojmë në burra që gratë janë shumë të zonja. Definitivt ne edhe me unis prej vendit ku punojmë e shohëm. E kështu që Larti ka qenë ai personi që nuk ka hezitu kurrë dhe Larti është prej burrave të rrallë që nuk i friksohet konkurrencës. Larti kur s'm ka pa mu si konkurrencë ose në vazhdimsi edhe në prezencë të politikanëve edhe të njerëzve të tjerë, sepse për me për gjatë kësoj kohë, gjatë për emisionin kontekst, kanë ardhur figurat më të rëndësishme që kanë ardhur në Kosovë. Samantha Power, Lajçaku, ka pas njerëz shefi i NATO-s, do më thonë ka pas njerëz të nivelit shumë të lartë. Ka qenë shefi njësisë antidrogës të SBA-s, njëri kryesor që ka vizitu Kosovën, ka qenë prezent, edhe kem pi kafe bashkë me të, nështë kur mos më jep taj mundësi, edhe Larti nuk ka hezitu që edhe në prezencë të ti të flasë për punën që e bëj edhe të më lartësoj kështu. Definitivisht është adin ndër të rallët që dikush më ta bëj, sepse te ke fundit jem në këtë skenë dhe frika për dominem, andaj konkurenca nuk mund të shmangët. Që ndodhe një ku tjetër. Okej. Unë e di që Kosova me 9 nëntor, na e dim që kemi edhe një palë zgjedhje tjera, po duket edhe nuk kanë me qenë ndoshta vetë për këtë vit, po si dihet, po e përfundum një proces zgjedhor dhe një fushat goxha intenzive. Mas gjithë punës, qysh e shpërblen veten Albina? E di që ke puna jonë është qaq dinamike edhe me intensitet e lartë për ditë, sa nga njëre harrojmë edhe veten. Po, tash unë gjithmonë kështu po e shpërblej veten, por që jem duke mendu një udhtim me drejtorin, edhe pas gjithë soj punës të sukseshme, edhe po mendoj nështë ta me shku një udhtim dikond, edhe thjesht nuk mundëm kur me u largu prej politikës, edhe kritikën më të madhe kam prej burrit që në pushim jem le telefonin, po e kam pa mundrë, nuk e di, s'paku në 10 minutë. A është drejtoni personi që është anku mësë shumë ti për angazhimin hajtë ta marim të 30 ditëve të fundit, apo ka një antar të familjes që ndoshta të ka pa më rallë se sa në ditë tjera? Po, drejtoni ka qenë, drejtoni është një prej suportuzëve të mi ma të mëdhej, kështu. Edhe thjesht ai e din, po mënoj, sigur menoj që qysh e din drejtoni, qysh nje, edhe pse është shumë pa kohë, po ai e din që unë e bëj me shumë shpirt, e bëj me shumë pasion, edhe nuk lodhëm për punën që e bëj. Edhe menoj që më kupton shumë. Edhe tu e ditë vlerësimin, punën edhe dashnin e madhe që kam punë edhe për këtë profesion, edhe sidomos për emisionin, unë mirë kupton shumë. Dhe më thonë, edhe shoh që nëjherë e di këtë. Dhe më thonë, edhe nësa i s'ma thot, unë e kështu e di ndërve dijen e ti, edhe pse nëjherë e kum të pru të qëndru më punë, është ta e kum të pru edhe të full shumë për profesion edhe të mos qenë pjesë edhe eventeve familjare të ti. Por që unë kam mirë kuptu shumë edhe definitivisht jam shumë mirë njës. Adin se, vazhdimisht, sfida ma e madhe e grave janë familjet, janë përkushtimi
ndaj burrit, ndaj fëmijëve, ndaj... Po, një lloj sakrifice për me arritë një sukses në punë. Definitivisht jam shumë mirënjohëse prej Dritonit, edhe pse vështirë mi a thoshte publikisht se mu do të mandej. Dritoni duhet ndihet me fat për gruan që ka, sepse neve që jemi pjesën më të madhe të kohës me Albinën, e vlerësojmë edhe çmojmë juve si kolege, po edhe si një mike. E dim po ashtu, ne që jemi në një zyrë të përbashkët, që ana patriotike e Albinës shprehur në çfarëdo forme, qoftë përmes këngëve në zyrë që besa na kënaq gjithëve, se ne në stresin më të madh punës, një këngë patriotike kështu e kemi në qejf. Prej nga buron kjo Albin të ti? Po, tash shpesh rrethi e shoqëria thonë që ti e martu në Drenicë se që ti kam patriotike. Aty kështu e ke pas këtë ndjenjen e edhe dashurisë. Natyrisht e menoj që kjo gjë është shumë e mirë. Jashtëzakonisht e mirë, duhet ta kemi secili prej neve. Unë jam rrit prej një familjes që jemi rrit me dashurinë për atë dheun. Jemi rrit me këtë dashnin që ti duhesh me pas për vendin në çfarëdo mënyre që mundesh. Baba ka qenë një prej njerëzve që ka ndiku që me i ngjall të ndjenjat patriotike. Baba ka qenë, unë gjyshin e kam vrarë në luftë, edhe unë shpesh nuk flas për babën. Janë emocione të përzime, po konsideroj unë. Janë shumë emocione të mirësisë dhe respektit dashnisë që kam për prind. Baba ka qenë person që ka vujt shumë, dhe është i përndjeku në aspekt politik. Nona me neve fëmijëve, unë jam shumë e re për mutrat, me ditët tona kanë flejt para burgjeve, sepse baba ka qenë në burgjet e Serbisë, ka qenë njëri që i ka dhonë shumë t'i veni. Mutra ka qenë pjesare UÇK-s. Edhe është më se arsyeshme prej nga buron gjithë kjo? Po, natyrisht, po mënej edhe thëmë që unë të njëjtën ku jam shumë mirënjohëse që baba më ka rrit me qëtë frymë, ka rrit me dashtë edhe gjithmonë tash na flet. Është baba pika jote më adopt? Edhe pse unë më shumë të një të full me nonën në telefon në ditës. Ajo lajmërohet në dy telefonat. Nona zakonisht e hap telefonin e babës. Adhe kështu, unë e thiri nonën 10 herë në telefon, sepse nonën e kam kështu target edhe të hajkarëve, shumë ta që i bëj edhe në rrjetet sociale. Edhe mirë kupton, prindrit janë bi 70 vjeç, edhe u mirë kuptojnë, unë jam fëmija më i vogël i shtëpisë. Po, babën ka ndoshta pikë të fortë, sepse shumë edhe nona dhe krejt familja më thonë që më gjasoj në karakter si baba, edhe baba nga rrit me shumë vështërsi, nuk është që kemi pas kushtet më të mira në botë. Një familje madhe, po ashtu? Familje madhe, kemi pas probleme, edhe për nështë për gjanat esenciale, por që baba kur nuk nga ka ngrit në aspekt moral, sepse për shamu ka ndodhë që në shkollë, më shku nështë një javë dit me një parë tesha, po jem di krenare, sepse baba ka thonë që e maj menë si fjallë ti, nuk është marrë babës mos me pas, sepse nuk varet prej ti e fëmijë s'mundesh me punu, edhe unë s'po ka ma shumë, sidomos në gjatë kohës kur i kanë largu prej punës, ka pas vështërsi shumë të mdoja, ka punu punë të rana fizike, mirë po është marrë që nëse ti nuk mësën shkollë, nëse unë e vi, edhe mësus jam të regon që si e ka në sjellshme, s'ke qenë edukume, a do më thonë, qëtu, ose nëse vjedh, ose bëna në i vepër që është direkt prej teje. Do më thonë që tu janë, që kjo është pjesa e turpit, jo pjesa e skamje, sepse krejt paka shumë gjithë kanë qenë të njëjtës gjendje ekonomike, për jashto këtë mundësin që ne si familje kemi qenë pjesë targeti forcave serbe dhe edhe njerëzit e tjerë nuk është që kanë pas shumë letë qasje me orë me na vizitu ose me na sjellë diçka, sepse e kanë pa prindin të em, baba ala vunë pasojat pe i rajës që i kanë shkaktu. Albin, nëse du me të svidu në diçka tjetër, nëse të pës për emrat e nipave, mbesave, a i din krejt, se atë shumë jeni, pra prindrit e tu janë stërgjyshër, bile s'ka shumë gjas që ta jetojnë edhe gjeneratën tjetër.
Me shumë gjas. Me shumë gjas, inshallah. Qëto janë të mirat e familjes të madhe. Po, ne jemi 6 fëmijë, 5 motra dhe 1 vëlla. Prindët e mi janë bërë stërgjësh jo shumë vonë, jo shumë herët. Nëse më kujtohet. Mandej s'kam se dalë për studios. Sa janë total? Sari. 20 dikon. 20? Mundën me qenë. Shumë dashuri për Albinës për të gjithë një Sa e një 17-18. Albina, faleminderit shumë. Kam vlerën kështë ma... Vlerën po, të vocklën, që edhe na jemi kështu, e dim që e ke pik ma të veçancë, është ma vogla e shpisë dhe normal ki komunikimet ma të shpeshta. Po, ma kanë marrë krejt, vlera është vajza vllaut, edhe si më duket, ma ka marrë krejt shpirtin dashnin, edhe pse, se di më duket sigur, shpesh më të dritoni, shumë ki dashni. Se krejt e kam da me Ultin, Arunin, se që tash janë nisë në më kujtu emrat. Mos e po Arona një, edhe jemi në fund. Një pat edhe Agnesa është, Mesa e me madhe, që naturisht tash më është bërë si shoqa, është bërë, motra e më madhe është bërë gjyshe, Mesa jam ka djallë, edhe më ndejë ke një situatë shumë komike, ashtu, kur unë shkova me po nipin, në fakt, djallin e Mesës, edhe mjeku thot, ti motra e madhe, është jo në tezja. Tezja, deri aty, familje e madhe edhe e bashkume, kështu uroj t'jeni për herë edhe prindrit a kënë shëndetin, që është më rëndësishme. Faleminderit që sot i ndave të dy botët tua të përditshmërisë tënde, ajo që të ka formue që është më e bukura kjo e fundit, e dashnisë, edukatës që ti ke marrë nga familja jote, nga prindrit, nga baba dhe nona, edhe që të kam botë forë që sot ti të mos i trembesh as kujt që tenton ta ullë zonin ose tenton ta minoj prezencën tënde. Faleminderit që erdhe. Faleminderit Bleron, natyrisht faleminderit tashmë jem bërë 2 familje, familja Dritonit edhe familja ime, janë njerëzit që mas shumë të më sëpërtojnë për krejt këtë angazhim maksimal që e kam edhe kërkojnë ndjes për gjitha mungesat që i kemi pas edhe arsyetimin e ka pas Dritoni në gjep që... Kjo është puna? Po, natyrisht. Faleminderit shumë Albina, shumë suksese. Kjo është puna, kjo puna jonë edhe ajo që ka